Mirë se erdhëm në Letrat Rrëfejnë dhe unë Diana, që do bëj leximin e radhës tuaj. Kam hapur letra të ndryshe kësaj radhe. Rreshti i parë do flet për dashuri, partneritet, rreshti i dytë do flas për punë, para, stabilitet, dhe i treti që do i përfshit të dyja, që do thotë sa do arrini dhe sa janë mundësit për të arritur atë që dëshironi. E shikoj që në rreshtin e parë, që siç ju thash është dashuria, dhe këtu e shikoj që Demi je duke menduar më shumë, pak më shumë se që po ndjen për partnerin apo për dashurinë që kenë tani. Je duke sikur kontrolluar, analizuar, ka shumë maturi, por zemra nuk është më aty si më parë. Dhe praktikisht kjo do të thotë që po e mendon vazhdimin e kësaj lidhje, po për sikur pak të thyrë, po e peshon nëse ja vlen apo jo, por emocionalisht je duke u larguar dal nga dal. Kur them kështu, nuk do të thotë që patjetër jeni ju, mund të jetë partneri i juaj të dashur. Demi, nga që energjia e juaj tregon njërin apo tjetrin, kam hapur bashk. Pra, njëri këtu që mund të jeni ju, edhe atë mund të gjeni shumë lehtë nëse si jeni ju, atëherë është partneri. Kjo është faza kur nuk ikën, nuk largohesh nga lidhja me zhurmë, me zënka, por me heshtje. Nëse një lidhje të bën të mendosh për dalje, këtu ka mbaruar gjithçka brenda teje apo personit, dhe shikoj një largim jo të heshtur, do them kështu, një largim të heshtur. Puna dhe parat apo siguria, stabiliteti, këtu ka hutim dhe lodhje mendore, shumë ide, shumë mendime, por sikur nuk i keni gjërat të qarta. Je duke menduar për shumë opsione, Demi, dhe të kanë lodhur pakës përgjegjësitë, të them ashtu, dhe nuk po i thua të gjitha as vetes e as të tjerëve. Çfarëdo që je duke ndier këtu është një lodhje, është një stepje, është një sikur të mos dish ka t'jam bash në atë kuptim. Kujdes, do thosha të kujdeseni nga vendimet e paqarta ose lorët në heshtje. Në punë dhe para, qartësia dhe ndershmëria janë kyçe. Tani si do